Jemi rikthyer dëgjuesdashur me pjesën e dytë e emisionit Pasdita Sportive. Si zakonisht, pjesa e dytë apo ndryshe dhe rubrika i takon mysafirëve. Dhe prezent këtu kam një prej ish futbollistëve, mund them lirisht prej më të mirëve që kemi parë futbollin shqiptar në përgjithësi dhe atë se çfarë ka luajtur edhe në Superligën e Kosovës në futboll. Kështu që kam për derë ta prezantoj futbollistin Shpetim Bavaj. Shpetim, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Po e nisi pak fillimisht sepse po ashtu edhe siç kemi bashkë biseduar bashku, kemi thënë që do të flasim pak më shumë për karrierën tonë si futbollist, edhe pse ke kaluar një kohë pak jashtë, tash je rikthyer në Kosovë. Çka ndodhi realisht, pse pikërisht në Kosovë, do ta ushtrosh zërin e trajnerit apo do të bësh diçka krejtësisht tjetër? Jo, unë pas 8 viteve që u shpërngula isha në Norvegji, edhe unë vendosa mu kthy sepse para 2 vitesh me vdeqje i ndjeri baba im, edhe nga jo ditë më nuk rria do, dita ditës me hanta e vend si shtuhet, edhe vendosa që të kthehem. Du ndalem pak pikërisht edhe tek pjesa e familjes, sepse pikërisht jeni ushdashur të shpërngulin gjatë kohës kur ke qenë edhe fëmijë, shkak që keni pasur për ndjekje politike. Po sakt, i pari ka qenë baba i ndjer, që ka qenë i përndjekur dhe pas atujt isha edhe unë me vëllezërit dhe nënën që ishim të arrestuar, ku dolëm për një ditë, domethënë Alshun, që nesër me të lajmërohemi në Mitrovic, edhe nga aty ne vendosëm natën që tiki me autobus për Bosnë, ku na priste baba im, i cili doli në Bosnë që të na prisi. Fillimisht ke filluar ligën në fakt në Kroaci apo si kërmosha të reja, shkollën e futbollit. Kam filluar te Cibalia Vinkovci, cila ka qenë atëherë ekipi më i mirë në Kroaci në atë kohë mas Dinamo Hajdukut. Me pas kalove tek një ekip tjetër. Po, kalova luja në ekip të parë me 15 vjetë, ishte Dinar Aknin, ku luja dhe pastaj te U17 e kombëtarës Kroacis, nga aty ikan Itali, nga Italia ikan Sloveni, aty ndrova 3 klube, aty më erdhi edhe dëmtimi i ligamentit gjurit, nga aty u ktheva në Kosovë, luajta një vit, pastaj shkova në Shqipëri, nga Shqipëria në Ukrainë, nga Ukraina isha në Kazakistan, nga Kazakistani u ktheva në Ukrainë, nga Ukraina në Shqipëri dhe në fund dhe erdha në Kosovë. Po do mund dal pak tek pjesa tek moshat u 17 kombëtare se Kroacisë, sepse padyshim po besoj që ka qenë edhe vështirë me qenë pjesë e kombëtarës, duke ditë që ka pasur konkurrencë të madhe. Me kënd ke pasur konkurrencën më të madhe gjatë asaj kohë në Kroaci? Unë nuk i moj mend shumë sakt, domethënë futbollistat që ishte, përveç i moj mend Dario Srna që ishte. Dario Srna. Edhe ishte Jerko Leko, që ishin 2 që kalu në kombëtarët Kroacisë. Në atë kohë ato 2 i moj mend, edhe me Srnën kur u takum në Kroaci, domethënë ishte që pyeti trajnerin, një trajner që i kishim ne, ishte në Shatjor, derisa Shatjor ishte si klubi ky Zorja ku luja unë, ishte klub kishin marrëdhënie shumë të mira me Shatjor Donetskin, edhe ishte ai trajneri ishte në Donetsk, u taku rastisht me Dario Srna dhe i tregoi që kam marrë një kroat. I tha Srna se kush është ai? Tha Shpetim Bavaj. Tha ai është shqiptar i Kroacisë. Tha keni marrë një lojtar shumë të mirë, domethënë. Këtu tregoj që jo që unë jam kroat, po se sa e përkrohin njëri tjetrin, domethënë kroatët, edhe pse unë isha vetëm domethënë me letra kroat, sepse jam shqiptar, edhe si e përkrohin një që e ka domethënë një shtetas Kroacisë, dhe kjo i mban Kroacinë aty ku është, në aspektin që e mbroj njëri tjetrin edhe sa nacionalista janë për veten e vet. A është e njëjtë kjo edhe në Kosovë? Jo, kjo është një gjë shumë. Pse ndodh realisht? Nuk e di, unë mendoj që unë kam marrë një mendim që unë vazhdimisht mendoj për këtë gjë, sepse pse jemi kaq xhelos të njëri tjetrit, derisa duhet ta përkrohim. Nuk dohet unë mendoj se nëse njëri e ka një shtëpi 5 kaç, unë duhet të jem xhelos që unë ta bëj 6 kaç, e jo t'ja prish edhe atë.
edhe unë me këtë parim jam edhe me këtë parim jetoj. Nuk du që të bëj tjetëri dom që t'ja prishi atë, po unë mundohem të arri edhe më shumë se që ka arrit ai. Unë mendoj që kjo është xhelozia pozitive, kurse ajo tjetra e kundërta domethënë është xhelozia negative, gjë që te ne shqiptarët po na ndikon shumë edhe në jetë private, edhe te trenerat, edhe te futbollistat, edhe kur e keni pa në për rrjetet sociale, për shembull, në momentin që shkruajmë që një futbollist do shitet në këtë vend ose në atë vend, i shef komendet poshtë, nuk gëzohen shqiptar, po përgjithësi thënë, po ky spolos do të këtu, ku do luaj atje, këtë janë gjona, është një xhelozi negative që unë me të vërtet nuk e kuptoj, derisa ne duhet ta përkrajmë vazhdimisht njëri tjetrin, edhe të mundohemi të ndihmojmë njëri tjetrit, sepse kjo na bën edhe më të fortë, nuk na bën më dobët, por na bën shumë më të fortë nëse i ndihmojmë dikujt. Kur thash pak a shumë se jo vetëm për karrierë, por edhe puna po du me bë pak ma mix, ma freestyle në lidhje edhe me karrierën tonë, edhe me mënyrën se qysh po e sheh edhe futbollin në Kosovë, por para se të kalim tek futbolli në Kosovë, po du më ndal pse pikërisht në Ukrainë. Pse vendosh me shku në Ukrainë? Shifë, unë isha duke luajtur dhe nga këtu ku më çojnë Nejmedin Haxhiu, domethënë menaxheri im që ka qenë gjithmonë. Me çojnë Best Kavojës, ku aty paraqitëm, pastaj shkova në Elbasan, në Teudursit, edhe erdhi një klub që ishte interesuar për mua, ishte kjo Zorja, edhe ne gjithaj i interesuam tash po. Edhe nga kjo pastaj shkova në Ukrainë. Kjo ishte thjesht sepse interesimi i klubeve vjen sipas nevojave të klubeve që kanë nevojë për një pozicion caktuar, edhe është ai menaxheri që i ofron futbollistët e vet, të cilët mund ta bëjnë një rol caktuar në një klub caktuar. Edhe ma propozoi, isha i kënaqur me atë dhe e mbon mend cila ka qenë kontrata e parë kur e keni shkruar dhe sa ka qenë paravarësisht. Unë kontrata kam nënshkruar shumë, po tash i cifrat nuk du t'i them, sepse kam bërë shumë klube, por në atë moment që ishte Nejmedin Haxhiu, ishte edhe Ismet Munishi që punonin bashkë në atë kohë, derisa Ismetin kam luajtur në Olimpik Ljubljanës, i cili ishte lejtor me përvojë, luftonin për kampion, ai më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, edhe kemi nejtë bashkë të pandashëm 5 vjet. Pastaj të njëjtën gjë bëri kur erdhi Ismeti në Shqipëri, isha unë aty që isha lejtar që kisha kohë që ishte dhe rrinim bashkë, kështu që edhe Ismeti më ka ndihmuar shumë në Sloveni sa ishim. Edhe pse nuk isha drejt loje, sepse klubi nga Italia unë ika natën, sepse donin që të firmosja kontratë me Empoli dhe Fiorentina, ishin ekipe që ishin të interesuar për mua. Sipas aty në menaxherave që më kanë thua atje në fillim, ishte ai Boban, ishte menaxher me Rispolin që punonin, ishte menaxher i Del Pieros, në atë kohë Baggio, Chiesa, nuk e di edhe kush ishte. Ato më qunin derisa më ofronin kontratë 5 vjeçare me ekipe si Empoli, Fiorentina dhe këto. Kur e pyeta këtë menaxherin tim, Nejin, më tha mos firmos atje, hajde këtej, edhe e ka qu një makinë nga Slovenia ku më mori atje dhe shkova për Sloveni. A i kjera pishman që s'kene shkru me njën prej ekipeve të Serie A? Shive, unë nuk i bi pishman për asnjë gjë që kam bo. Ne mendoj që gjithçka është një provojë, edhe ne vetëm duhet i bim pishman që duhet t'jemi shumë më afër të lidhur me familje, pa marrë parasysh që në atë kohë s'kishte telefon, rrjete sociale. Sigur, tani që kanë dalë, por sepse ne disi është puna, në momentin që humbim diçka atëherë ja dim vlerën. Edhe vetëm kjo më pengon që s'kam qenë akoma më shumë kontakt me babain e ndjerë. Du më dalë pak, kur erdhe prej Ukrainës në Shqipëri, fillim, kur ki hyja, ke mund të mendejta, a thishtë të largu përna me njëherë. Ja. Për a rritë mua mbjetu, si shpejt, sepse ka përime shumë prej futbolistëve, kur kanë shku fillimisht, ju ka du, kanë dëgju krejtësisht ndryshe, për shumë dhe ka dalë të një prej vendve.
Unë nga Kosova shkova në Shqipëri, nga Shqipëria shkova në Ukrainë, pastaj u ktheva. Po unë jam një tip, nuk kam asnjë lloj problemi, sepse jam një tip që të më çosh edhe në malet e Kinës, atje unë adaptohem shpejt. Adaptohem shumë shpejt edhe bëj vendin tim kudo që kam shku. Kështu që nuk jam komunikues edhe nuk kam pas asnjëherë problem sa i përket. Unë pajtona me ato që është aty, nuk du që tash kush e di çfarë vendi shkoj edhe them këtu s'çeka si atje, nuk kam kështu lloj kompleks, nuk kam komplekse në jetë. Po çka të mungon nga pjesa e futbollit ose diçka që e mon peng që nuk e arrit me bë gjatë kohës si futbollist? Shif, unë edhe si futbollist edhe në Kosovë, domethënë unë në Kosovë kur jam kthy në përfundim karrierës. Edhe kur vendosa mu kthy, vendosa që mos të tentoj më që të shkoj jashtë. Derisa shku me Trepçin, ishim në Austri në fazë përgatitorë. Edhe ishte ky Kluj që ishte interesuar për mua, se bëm një ndeshje miqësore me të. Ishte Kluj dhe Dinamo Bukureshti, duket, mos gabofsha. Këto dyja ishin të interesuar për mua, edhe më tha Negji por Negji nuk erdhi në atë kohë, ky menaxheri, edhe është presidenti i klubit Trepçës. Tha, a je interesuar se janë të interesuar që të më kanë marrë telefon që të shkosh. Thash nesër, po ç'a dush, thash, edhe po mshite, nuk e di, thash, merri parat e klubit edhe unë kthejna mas një muaj. Më nuk rrihet. Tha, jo, tha, për ashtu nuk po të çoj fare. Thash, ja, mos më çoj fare se kam vendosur më kthy edhe nuk doja më. Shif, kur je i ri ne jemi kot mundohemi ne që të stërvisim. Unë gjithmonë kam stërvit shumë, edhe vetë, por nuk e dija, nuk kisha kontroll me të vetën, sa i përket stërvitjes, se dilja shumë, nuk maja regjim. Stërvitje bëja shumë, por regjim nuk maja, domethënë pushim nuk maja. Edhe kjo është ndoshta është edhe një pengesë që merr edhe dëmtimi i gjurit mu në kohën më të mirë, si isha luja në Super League Slovenisë me Rudar Velenjen. Aty u dëshprova shumë, mbas dëmtimit u dëshprova shumë. Ndoshta nuk i bi pishmon se çka kam bë, i bi pishmon që s'kam ditë domethënë ta kontrolloj veten në ndalje, në pushime, në kështu gjëra. Kurse në stërvitje nuk kam pas asnjë lloj probleme, se gjithmonë kam qenë i pari. Edhe gjithë natën shkoja, ndoshta s'fleja gjumë, po të nesër mëngjes isha i pari në stërvitje. Gjë që është shumë e keqe sepse të vinë dëmtimet nga këto, sepse muskujt më nuk të mbajnë ngarkesën edhe nuk ka rekuperim. Tash pak a shumë është më lehtë në krahasim me. Shive, momentin që ti martohesh edhe ki fëmijë, ndryshon gjithçka, domethënë nuk është njësoj si përpara, sepse e ki një synim tjetër ti një jetë se përket ku gjëja shenjë, familja, pastaj vinë gjëra të tjera. Edhe ki obligim, kur bëhesh baba ki obligim sepse duhet të rish gati si çdo baba që i bën për fëmijët e vet. Tjetër gjë nuk di se ç'a them tjetër për këtë gjë. Kur i baba për herë të parë, ke qenë pranë familjes apo është si kur? Baba kur i bë për herë të parë. Po, jo. Unë baba kur lindi çuni im Aroni, që luan tash futboll, unë isha në Ukrainë. Në Ukrainë. Po, edhe nuk më lejoj, edhe pse i thash klubit, nuk më lejoj në asnjë mënyrë që të largohem. Edhe aty pak edhe i prisha pak marrëdhëniet edhe me trener, edhe me klub, sepse ta kish të lindi për herë të parë çun edhe nuk lejojnë, është pak. Po ishte një trener ishte një trener i cili e ndroja trenerin që na kishte marrë neve, edhe erdhi tjetri, edhe kur erdhi tjetri nuk na kishte, domethënë gjithë lojtarët nuk e kishte. Ashtu ka qenë situata atëherë që kur vinte një trener merrte shumë lojtar, 3, këtë gjë nuk e bonte vetëm Dinamo për shembull, edhe Shahtiori, e kupton? Po ishin edhe tjerë, ishte Metalist, Dnipër, ishte shumë ekipe që vinte trener tjerë merrte shumë lojtar tjerë. Sepse ky futbolli është bërë biznes dhe prandaj edhe i bënin këtë gjë. Duhet të bëjë e njëjta edhe në Kosovë, pak a shumë e kanë marrë atë pjesën, e kanë mësuar pak a shumë pjesë shumë skuadrave, secili prej trajnerëve që vinte bënte ndryshime në roster kogja shumë të lojtarëve, të ndryshu, të marrë lojtar 3 deri të vijë deri te kombinimi i ekipit. Saktë.
thuaj se edhe vetë donatori dikur... Shive në Kosovë e bëjnë sepse shive unë nuk e zë për të madhe, sepse çdo trener ka një filozofi të vetën. Trener të kesh nuk ka. Dhe çdo trener ka filozofinë të cilës sipas filozofisë i kërkon edhe lojtarët. Sipas filozofisë çdo me loz i kërkon edhe lojtarët që ti mori. Po atje ka qenë një çik pak ndryshe, nuk është se ato kanë një filozofi dhe dojnë të marrin, po është punë biznesi, që mos ta them ashpër, kupton, sepse ne nga transferet përfitonin dhe kështu që nuk du t'i them këto gjëra se nuk janë për të thonë në radio apo televizion. Kjo është. Po sa i përket lojtarëve të ri që i marrin është gjë shumë normale, sepse secili trener ka filozofinë derisa si përshtatet një futbollist aty e kërkon një tjetër. Po edhe janë afate të caktuara ku merren, ku bëhen ndryshime. Ke punu me shumë trener, po cili ka qenë treneri më i mirë? Treneri më i mirë për mua ka qenë Bojan Prashnikar, ka qenë trener, është sloven, ka qenë treneri kombëtarës të Slovenisë, ka qenë treneri Kotbusit, ka qenë trener, ka luajtur Ligën e Kampionëve në atë kohë me Mariborin dhe ai ka qenë treneri më i mirë. Treneri më i mirë. Po që kam punu me të, jo që kam... Po, që ke punu. Punu të ndaljem kur ke ardhë 2019, u dasht mi bashku paka shumë një pjesë lojtarëve, një lloj kombinimi ekipes për lojtarëve ndryshme me lu për gramozin ndaj skuadrës së Real Madridit. Po, sakt. Edhe çka ka ndodhur realisht se dim paka shumë gjysore në rryma. 45 minuta. I bëm 3 pjesë me Real Madridit, një pjesë pa rrymë dhe 2 pjesa me rrymë. Po ne ishim, unë në fakt isha një ditë me një drejtor të klubit, isha një natë mas një ndeshje, humbëm një ndeshje në shtëpi, edhe më thirrën mua, hajde hajmë darkë. Shkova u takova me të, tha, qa po ndodh, se di që po ndodh, do të pyesësh trenerin, sepse treneri t'i jep këto përgjigje. Ju tha, këta nuk e kanë idenë, tha se Kramozi do bëhet ekip i madh, do vi Real Madridi, aja ishte në janar për shumë, do vi Real Madridi në janar, ato ishin edhe 2 muaj kohë. Me vetëm e di, kush do vi, tha, Real Madridi do vi këtu me gjithë lojtarët që të luajmë. Menova unë që do vi me të rit. Jo, tha, është kontrata që do lozin gjithë. Me Ronaldo, me Benzema, me gjithë. Thash unë, po ja fut fol prolla këto, po ja fut kot kë. Kur mas një javë në gazetë zyrtare Real Madridi vjen me këtë datë. Kur shku me lu me Real Madrid, ne kishim një trener që s'dua sa në të përmen. E ki edhe një histori interesante me këtë trener. Është një... Shive, unë i vlerësoj trenerat e para njerë do t'jemi njëri. Njëri, pastaj duhet bësh trener. S'mund është thjesht njëri i keq do të bësh trener, sepse nuk e di. Unë kështu e mendoj. Unë nisem gjithmonë nisem nga vetja dhe po ai është një lloj treneri ka qenë që gjithmonë i fojnë, donte më hedh tjetër kujt. Çdo fajt vetin ja hedh tjetër. Po jo vetëm tek ky ekip, po flasun për 3-4 ekipe që kam dëgjuar sepse komuniteti i futbollit sa është i gjerë është edhe i ngushtë, që gjithë folin njëri me tjetrin, komunikojnë futbollistat, kanë luajtur në ekip, njëri ka shkuar atje, gjithçka ndihet dhe dëgjohet. Edhe thonë dajnë pas pjesës të parë, para se me fillu ndeshja, bënte analizën, ja shkonte te Albani Dragusha, te Lirdan Kuke, kujdes, se shkonin se Benzema, vjen Kaka, iken Guti, iken Raul, këto e shikoni, e shikoj unë atë Devi Mukën, se me ato rinim edhe në jetë private, edhe ishim 2 hampirës në 2, edhe shikonim një tjetër, ja bëm një tjetër me koka dhe shkojmë banja, se ku dëgjohet, që do dëgjosh tjetër? Do vi Ronaldo, kujdeset vjen Ronaldo, Benzema, Raul, Guti, këtë presim. Cilën e nalë. Edhe shkonim atje, po në pyet një herë Alban Dragusha më pyet. Shputu tha vllaj tha, a ki trembe? Vallai thash me thonë që s'kam, nuk më beson, po më beson që s'kam pik treme. Me të vërtet, para çdo ndeshje,
kampionate e ndjeja vetën që nën presion që duhet me lu mire, duhet me bo këtë gjone, duhet me fitu ndeshje nëse një gjatë tillë, por në atë ndeshje asë një lloj presion, sikur me lu, më mbledhën e tash edhe me lu një ndeshje për qefa, kupton. Ashtu e ndjeja vetën edhe me Devi Mukom atje, dhe ai pyeste ku është baba, ku është Devi, jem banjo, ne pinim banjo derisa fillon nxemin. Edhe në atë ndeshje ne udhëheqëm 1-0 dhe humbëm 2-1. Në fund, po me vërtet unë bëm përgjithësi, gjithë bëm një ndeshje të mirë, po bëra një ndeshje të mirë. Aty bëm një ndeshje. Me konki pas ndërhyrjet ma verbale brenda lojës. Kisha me Ronaldo. Me Ronaldo. Me Ronaldo ne kam pas 3-4 ndërhyrje, derisa njëra është që më kopi për gjuri. Si ishte fitova topin e poster, nuk ishte faul, po nga ai noti pse humbi topin, e shef karakterin e tij që ai don me bëj gjithçka për me fitu ndeshjen. Fitova topin e mora, fakt ai ishte Ronaldo dhe ja bëri faul siç ja bëri, se s'kishte lidhje me faul, më kopi nga gjuri, nga ai noti që humbi topin. Edhe me atë kisha, po një ndërhyrje më brutale, ma boni ndërhyrje brutale më ka bëj Ramos. Edhe jam I bindur që mos t'i kishte ato mbrojtëse që I vejmë ne, mos t'i kisha ato, jam I bindur që do ma thënë të komën. A ki posë kështu diskutim? Ja, qatë të thosh, unë këto lejtari du shumë. Jo, mësë nga pjesa... Sepse, jo, po ishim isha edhe unë, edhe a ishim 2 të shkum në start rëshic, edhe në atë moment ai më kopilë se unë, më qiti Gjoni, kështu që, po nuk kam... Edhe në Kosovë gjithmonë kom pas që më qitnin gjithmonë kundërshtarët, më qitnin trenerët kundërshtarët, gjithmonë flaster kisha dhe gjona, dhe e din gjithë, e din nga Ylber Ramadani me radhë, që më runin asë njëherë nuk I kom thonë pse po ma hena. Gjënën më të bezdishme e kom pas në momentin që më kapnin pi bluze. Ma qef këf du më hiqin start, ashtu kisha më qef, edhe do I thej asë I gjonë se sa me më kope I bluze aty. Dë boj men shumë mirë, sidomos, sepse keni pasur pra dëshim se një prej mes fushave më të mirë në Kosovë, duke nisë nga te ka qenë Azemi, kur keni qenë pak ka shumë tek Hajvalia. Keni pas një ekip tepër të mirë, edhe në mbrojtje po ashtu edhe në sulm. Po du më ndalë pak ka shumë edhe pak të kepisa tek skuadra e Gramozit, me kën I ke ndo fanelat. Me kanë këtë dasht me ndohë dhe me kanë ndove, sepse për I me ka pas kërkes të madhe ato. Shumë, unë në përgjithësi, asë njerë se këmë kërku me ndru fanele. Asë njerë. Unë I vetëmi që kam pas qef me pas, me ndru, jo me pas fanelin e ti, po me ndru drejt për drejt fanele me ta kam pas qef Ronaldo në fenomenin, po me cilin se më taku asë njerë. Dhe atë, për atë kam dasht jashtë mos. Asë një futbolist nuk e kam dash në herë edhe se respektoj sikur atë. Unë e kam dash shumë atë dhe për mu është lojtari më I miri gjitha kohëra, për mu personalisht. Gjithkush e ka mendimin vet, Ronaldo, Messi, këto tjerë që janë. Por ai për mu ka qenë unik. Po edhe nuk I kam ndru, kështu që nuk I kam ndru në fanelet me ekipe që kam lu me këtë Williams, sa ishte në Shatjor, kam lodh Brandao, kanë qenë plot, po nuk I kam ndru asnjëherë me Kasanën. Po I thash atë ditë Gutit. Në atë ditë më la për shtypje jashtëzakonisht madhe Guti. Në loj edhe I thash kur përfundoj pjesa parë më duket. Nuk e di kur është, I thash I ndrojmë fanelet, I thash në talisht, si, okej. Unë e kam dalë minutën e 70, nuk e di kur kam dalë nga ndeshja. Edhe kja rrugë krejt. Unë, jo, e la shkrejt. Edhe mas ndeshjes, përfundoj ndeshja dhe për mu taku me lojtarët, kur më kërkonte. Edhe erdhi deri te unë dhe ma dha bluzën. Më la për shtypje jashtëzakonisht shumë. Ku tisha konën me Antina, kishte majt men, ku ne kam thonë për bluzën, sa I kërkojnë ati, po me la për shtypje shumë, po jo vetëm për atë gjest, po me la për shtypje në lojë jashtëzakonisht. Ishte Ronaldo, Kaka, Benzema, po ky me lente një për shtypje më kalon jashtëzakonisht. A ka qenë ndonjëherë zakon Kosovë me ta kërku dikush fanellën? Ata ka kërku dikush fanellën Kosovë, kur ke luajtur në Super League? dy herë ma kanë kërku. Fanelën, po I kam thonë që nuk mundu mi dhon fanelet. Këtë e di sakt. Cilat lojtarës dhe cilat përballë kanë qenë?
Shifë, kjo ka qenë fillim kur erdha unë në Kosovë. E di që njëherë ka qenë lejtar mos gabofsha i Lepencit, një ai, edhe një tjetër nuk e majnë mend sakt. A ka qenë të drita një ekip, a ka qenë të ekipi dritës, apo prerizojt nuk e majnë mend sakt. Vetëm e gënjë. Numërin kur ki bo kontratë, shembull, me një ekip. Po. A ki kërku që ta keshi numër të kështu të posaçëm? Apo nuk është që të ka interesu fort numërin bërë në Jo, kam kërku, në gjithmonë kam kërku që të kemë 10. Pse dhe pse pikrisht 10? Përgjithësi unë në fillim... Ka diçka që i ki kështu të lidhje? Jo, por në fillim të karrierës unë kom lu gjithmonë Masulmusit. Ishte në atë kohë që lunim këtë trekvartist që i thonin, edhe unë e luja atë pozicion. Edhe atë pozicion përgjithësi është numri 10. Nga jo që shkur kam fillu, dhe më thonë, në ekip të lujë atë pozicion edhe doja atë numër. Kurse kam kërku, kur ka qenë i zonë asë njëherë nuk kam thonë që e du këtë. Se kishe 10 e marja 20. Kurse në Ukrajinë kam kërku 2. Sepse në atë kohë që u bo në mështeti përvorë, demokracia dhe prandaj e kërkova 2. Pikrisht 2. Pikrisht për këta. Ka ndodhur. Sepse me sfëshor ta marrësh 2 nuk ka logjike. Unë në atë kohë kam kërkuar 2 edhe kam marrë 2. A ka pasur ndonjëherë kështu diskutim në pjesë kur kishin gjatë asaj kohe në për media qoftë gazeta pse një më sfëshor me numërin 2? Po, sepse kur e bëm prezantimin se ne ishim në Antalya, ishim 1 muaj e gjysmë, fazë përgatitorë, kur shkum aty ishte hapja kampionatit edhe unë e bora ndeshjen e parë kampionatit, ku shpalla lojtari ndeshjes në atë ndeshje. Edhe tha, pyti gazetari, tha, qysh ka mundësi për lunë në sfëshore, ke marrë numrin 2. Është një sen gjë personale, thash edhe kaq. Nuk e shtyva, ma nuk thash asë gjë më shumë. Duke e lon enigmë kështu. Është një gjë personale edhe kaq. Për të jetën, po kur erdhe në Kosovë, pikrisht pi Gramozit, më fa ke luta edhe të Tirana me pas kartë në Kosovë. Pse vendohë se pikrisht? Edhe pavarësisht që the ka qenë afër fundit karrierës. Po, ishte fundi edhe ndoshta edhe që t'jem pak edhe me ofër familje, se futbolli mu më ka rosh shumë, unë kam ikë qysh 15 vete gjysë nga nona baba, kur isha. Kam shku në Itali edhe gjithmonë isha vetëm. Asë njëherë nuk isha, dhe më thonë, njëherë 2 herë në vit i takoja familje, nga njëherë 2 herë në vit. Edhe pas një kohë gjithmonë, sa më shumë vjetë shkojnë, ty gjithmonë fillojnë që të mungojnë se qere më shumë. Edhe kjo është ajo që thash përfundimi i karrierës, synime mos kam për lartë, atë në Shqipni pa ta lutë 6 vjetë edhe thash mjaftë po shkoj edhe në Kosovë. Nga pjesa familjes, po besoj që gjithë cili prej tyre ka pasur një profesion krejtësisht ndryshe. Ke pasur dëshirë ta kish një profesion si ndonjë prej anëtarëve të familjes? Jo, sepse unë isha në momentin që me kërkon të Hajduku Splitit, Dinamo, ishte në atë kohë, ishte Varteksi, që ishin 3 shkollat më të mira të Kroacisë. Unë isha tifoz me Hajduku në atë kohë, se isha fëmijë, dhe kur je fëmijë e kini simpati, po. Isha aty, po kur Ivan Gudel ish futbolist i gjeneratës të artë i Jugosllavisë, është super emër i madh dhe vinte te babajnë djerë, ka ardhur 1 javë rresht mas i luja te reprezentacioni kombëtare e Kroacisë, që të me lente që të shkoja në Hajduk. Unë doja me shku në Hajduk, po babaj nuk donte në asnjë mënyrë. Tha në Hajduk jo, sepse në atë kohë Hajduk Spliti ka qenë nuk e dija, ka qenë i shpollur duket në vendi por në Evropë që është për punën e drogës, për adoleshentë dhe këto gjona, edhe për baboj kishte 300 punëtor, edhe nuk donte që unë të luja futboll hiq, ai s'kishte dëshirë që të luja, derisa një herë më tha, ku je bab, thash që,
Hajde shkojmë, tha, pim kafe. Edhe u që dita, babi po më tha, hajde shkojmë pim kafe. Shkojmë me familjen e normal, po jo vetëm me babin. Ku po shkojmë, tha, jo vetëm unë e ti pak. Okej, shkoj unë edhe isha 16 aty dikon, edhe më thot, e kam një kërkesë, thash, po fol, tha, do ta i ki 16, s'ke drejt për patent shofer, po unë do ta jap makinën, shko zgjedhe nga Ferrari deri çfarë dush makine zgjedh. Do kesh leksa dush, vetëm shko 2 orë në ditje, se kishte zyret e mëdha dhe tha vetëm rri aty 2 orë në ditje, tha gjitha do i kish. Vetëm lere futbollin, thash, thash, nuk du as Ferrari, as i gjë, vetëm lema futbollin, këto tjerat as i gjë se du. Edhe pastaj me la me ik në Itali, ku shkova që ta. Pëndojnë pak të pjesa e futbollit kosovar, gjatë kohës kur ke qenë, sidomos tek Hevalia me pas kalime dhe tek Ferizajt, pavarësisht që tek Ferizaj ke luajtur pak, nuk është ke pasur as shumë paraqitje. E di që për me ka qenë atëre kërkesa tek Hevalia me qenë kampion, dhe shumë herë i një afruar ofër. Ne ishim vend dytë, ne përfundum vend dytë në atë vit, sepse ne kishim një trener ku bëm fazë përgejtore edhe ishim në Zvicër, luajtu me Sionin, me disa ekipe tjera, edhe në momentin që u kthym këto, kishim edhe këtu fazë përgejtore, por komponimi i ekipit nuk u bë si duhet, edhe e mori pas 4-5 ndeshjeve, e mori drejtimin Ismeti, edhe me Ismetin nga aty pastaj fillum edhe s'kish kush që na ndalë. Sa e ka pas problem qoftë Ismeti dhe qoftë treneri tjetër më hershëm, me bashkë bisedu me Juve, sepse gjithë se cili për Juve keni qenë yje ato. Jo, nuk mendoj që ka qenë hiç problem. Unë kisha problem me trenerin e parë, kisha problem sepse shife, ka shumë futbollista në përbot që e nduhen Pirës, që si ja propozoj as një triut. Unë isha nduhen Pirës nga 20 vjetë. Nga 18 vjetë, 19 vjetë kam fillu. Nga momentin që unë dëmtova, ligamentin aty u dëshprova shumë dhe se isha në vrullin më të madh, aty fillova cigaren. Edhe kur erdhi ky treneri i ri, mu morën fakt, para se të vinte ky më duket, kur erdhi ky mu më mori kryesia e klubit. Firmosëm kontratë dhe ky më thonte, filloj mu s'pi cigari, ma ashtu, po më thu, unë 34 vjetë isha në përfundim të karrierës, jo mos e pi cigare. Derisa vetë ishte Duhan Pirës. Edhe s'kisha marrëdhënie të mira me ta, nuk më 2-3 ndeshje, nuk më futi as në ndeshje, futëm pjesë dytë. Edhe ashtu siç filloi, pas 3-4 gjiro se heken atë, se ne ishim për kampion, ne kishim super ekip. E mori Ismeti edhe dihet që Ismeti është një super motivator, kurse sa i përket komunikimit, nuk ne kemi respektuar gjithë Ismetin. Dihet Ismeti që motivatori është, unë e njihja me shumë kohë, po aty isha shumë duke ditë që ka pas edhe përvojën tonë, po edhe përvojën e shumë lojtarëve ato. Ai dinte mu sjell me gjithë dhe e respektonim secilin, edhe gjë që nuk kishte asnjë lloj problemi. Se të kishte problem nuk do kishte rezultate. Kështu që ai tregoi rezultatet. Ai mori mas 3-4 gjiro ose 5, nuk e di sakt, ku i kishim gjithë humbje, më duket. Në momentin që mori Ismeti, vetëm ndeshjen e parë kemi humb, edhe të tjerat kemi fituar me radhë, të gjitha. Kështu që treneri, mos them gjitha se nuk e di sakt, por përfundum vend dytë. Treneri Ismet Munishi gjatë kohës kur ka qenë këtu te unë, ka treguar një histori shumë interesant para përballjes me Prishtinën. Ku i është kërkuar pikërisht nga drejtues, kur e ka paras me marrë, në fakt, veç me mujt Prishtinën një Hevalia. A keni pasur kështu gjatë lojës para Prishtinës, sepse gjatë asaj kohë për me keni poshtë për disa herë, 3 herë duket. Po sakt, unë e mojnë men një që mujtum në stadium Prishtinës. Këtë e mojnë men edhe bëm një ndeshje shumë të mirë.
Prishtina më duket, nuk e di a doli kampion Prishtina aty apo jo, nuk e di sakt, por mujtëm në Prishtinë dhe pato mujt edhe në Hevalikun, fajnë Hevalia e fusha është ka qenë për të ardhur keq, në atë fushë nuk mund as. Ta është bëha lamazi. Atje s'ekziston më fushë. Po kemi bën me Ismetin kemi bën një futboll të mirë. Kemi bën një futboll shumë të mirë, dominues, me shumë vrapime, edhe pse ishim gjithë në moshë, por nuk ishte asnjë lloj që të kesh asnjë lloj eksesi nuk ka qenë derisa ka qenë Ismeti trener. Asnjë. Këtë e moj mend shumë mirë, sepse Ismeti din me mojt edhe atmosferën edhe din mu sjell me lojtar. Cili ka qenë futbollisti më i vështirë që i përballë futbollin kosovar? Futbollisti më i vështirë ka qenë një lloj kam pas shumë sepse unë sa luja Hevali pa ta luaj me sfushor të fundit. Kurse përpara pa ta luaj gjithmonë në atë kohë me Ismetin kam luaj me sfushor të fundit. Kurse me trajnerë të tjerë edhe Ke luajë si trekuartist. Si trekuartist. Gjithmonë kisha një flaster, si thuhet, flaster ose një lojtar që më përcjellte gjithmonë. Edhe moj me këtë Ilber Ramadanin dhe luajnim e kishte dhënë detyrë Bilbil Sokoli që të më runte veç mua. Edhe më thot mas 20 minuta gjysore loj, sepse gjithmonë lojtari që momentin që ti e përcjell një lojtar, kur bën lëvizje, lojtari që të përcjell është më i vështirë, lodhet më shumë. Edhe unë e pash që ky ishte i ri, Ramadani ishte i ri. Edhe më thot njëherë, o bob. Ha thash, po është zoti, tha mos vrap, po mos u myte. Thash, pse vë çka kiç, o bo thash, ti e kundërshtar. Tha, o më ka thonë që me të njek vish ty. Po, thash, po mos u njek, mos i sunesh. Jo thash, më gjerë me njerë për i loje. E aty pa ta kop, natë ndeshje pa ta kop për qape, i këmë thonë veç pra çdo. Minte fort edhe gjona unë gjithmonë edhe hiq mos tani veç luj futboll. Kurse moj men edhe një Bujar Shabani, cili nuk Bujar Mushtri, po, edhe më bon dhe posh familjen. Ishte posh familjen, mos ma hemo me pryla. Dhe po veç mos më ka për majice, mos tani neqë, se une ato e kisha bezdi. Në momentin që më ka këpi dresi, ato e kisha shumë bezdi. Në thu kohë s'ka pos varë dhe unë i kom përdor pryla tjerë zakonisht shumë. Kurse për duel, jo vetëm në Kosovë, po që kur luj futboll, deri që e kom lënë, asë njëherë nuk kem përballë me një lojtar më të fort fizikisht se Koraj Kalit që ka qenë në Prishtinë. Kalide, po, pasit Kalit, po. Asë njëherë në jetën time, me lloj lojtar jem përballë, për tipit Kalidit nuk jem përballë asë njëherë. Jemi krejt fund. E di që kemi shumë pak kohë, po një pyetje të kërrejtësisht fundit. Si e shet që tash për tash futbollin në Kosovë? 8 vite pasi këty. Këtë ma kam bërë shumë njerëz këtë pyetje, edhe unë personalisht ne nuk duhet shohim vetëm zi, sepse asnjë gjë nuk mund të bëhet për një ditë. Gjithçka do të Unë po them vetëm brenda fushës. Po brenda fushës është një futboll që luhet shumë më mirë taktikisht. Jo shumë, por shumë më mirë, krahasim me 8 vite më parë. Edhe të gjithë trajnerat e ri që po dalin janë shumë vëjdishëm që duhet gjithmonë me punu. Staf ka më shumë, në gjë që ndihmon edhe në aspektin taktik, se kur je vetëm, që të mbrish më heret. Tash ka video analista, ka trajnera kondicionit, fizikë, më thonë, edhe janë gjitha gjonët. Prandaj unë mendoj që është shumë më lartë, po kjo gjë nuk po duket sepse nuk kemi infrastrukturë duhur. Kur ta shohësh ndeshjen, shkon një ndeshje, shem Prishtinë, duket më ndryshe. Ndeshja për shembull që ishte drita me Prishtinën 3-3, ku udhëheqi Prishtina 3-0, mos gabojsh, 3-1 ishte. 3-1 ka qenë rezultati. Ishte një ndeshje shumë e mirë, edhe me intensitet mirë, edhe taktikisht ishin mirë, gjë që duket më njëherë sepse edhe futbollistët performojnë më mirë, edhe kanë vullnet më ndryshe, duket më ndryshe në televizion, duket më ndryshe lart. Edhe prandaj shpresoj që ti mbarojnë këto shpresojmë kjo puna e lura mesatare, me qenë se vi koha. Shpëtim, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Ishte kënaqësi me të pas, edhe pse kishim çka për fol, po
Po besoj kena arrit me I përmbledh pak a shumë disa prej tyre. Kjo është sa herë të keni diçka unë jam I gatshëm sepse ju respektoj si media dhe faleminderit për juve.